Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikrimin e datës 26 korrik të 2026. Duket se ka të bëjë një ditë mjaft e rëndësishme, sepse kur kemi aktivitete planetare, na jepet edhe një mundësi për sa i përket ndryshimeve që ne duhet bëjmë. Por çfarë ka ndryshe kjo ditë? Atëherë data 26 korrik duket se Saturni që futet në retrograd të dash, një nga ngjarjet më serioze të muajit. Saturni në retrograd hap një periudhë rishikimi përgjegjësive, kufijtë e pjekurisë, disiplinën, vendimeve, veprimeve personale dhe strukturat që kemi ndërtuar. Saturni në dash na pyet, apo veprojmë me guxim të pjekur apo me impulsivitet? Apo marrim përgjegjësi për veten apo po kërkojmë të fitojmë më shpejt për atë që ne kërkojmë? A kemi strukturë për fillimet tona, apo vetëm dëshirë për të nisur diçka? Ky është një moment shumë i rëndësishëm për gjithë vendimet që kërkojmë me forcë, durim dhe përgjegjësi. Kuptojeni pak ose ndaloni pak për atë çka flitet dhe ndodh. Ndikojnë shumë shenjat siç është dashi, gaforja, peshorja, britçapi të ditës së dytë, sidomos ata që kanë ascendente apo planete personal. Pra, 13 deri në 16 gradë të këtyre shenjave. Për dashin kjo është një periudhë rishikimi personal dhe jo vetëm. Për gaforët lidhet me karrierën, statutin dhe përgjegjësitë publike. Për peshorët, marrëdhëniet, martesat, prioritetet dhe kontratat. Për britçapët, shtëpinë, familjen, banesën dhe bazë emocionale. Dita nuk është e lehtë ashtu siç duket, sepse na jepet mundësia neve të bëjmë diçka, por Saturni nuk jep gjithmonë entuziazëm. A jep realitet. Mund të ndjejmë lodhje, vonesë, presion, detyrë, përgjegjësi ose nevojë për të parë në çështjet pas zbukurime. Por kjo është shumë e mirë për planifikime serioze, për vendosje kufish, për rishikime dhe qëllime, për ndërtimin afatgjat të diçkaje që neve kontrollojmë dhe dëshirojmë. Për sa i përket çështjeve që kanë bëjnë në anën ekonomike dhe ndryshimet është pozitive. Kurse nuk është pozitive nëse nismat impulsive, marrëveshjet pa bazë, për zhvendosje të nxituara, propozime që nuk kanë plan, për kërkesë promovimi pa përgatitje, për martesë ose ndarje nga presioni, ose për vendime që merren vetëm për të treguar forcë. Saturni kërkon prova dhe ta keni parasysh, jo fjalë. Për punë, dita është e mirë për strategji, për përgjegjësi dhe për pranuar një detyrë serioze. Për finansat kërkon kursim dhe plan për gjëra të tjera që ka të bëjnë shumë në ndryshime të tjera. Me pak fjalë e përgjithshme, këshilla e ditës së datës 26 do të thotë mos u trembni nga vonesa. Saturni nuk ndalon ato që ka bazë, ai ndalon vetëm ata që nuk është e ndërtuar mirë. Pra, nuk tremben malet nga të bora. Kjo është fjala e duhur për kuptimin që neve kuptojmë pak a shumë çfarë ndodh. Besoj jam i qartë në atë që unë i them. Por para se të filloj për parashikimin